se secila fjalë e imja në këtë proces është e vërtetë, as nuk kam gënyer asgjë, as nuk kam shehur asgjë, dhe as nuk kam kur lidhje me ngjarjen e datës 24 shtator që ka ndodhur në fshatin tim në Banjsk. Të nderuar gjyqtar, ju e dini se unë i jam drejtuar prokurorisë speciale me 18 mars gjatë deklarimit tim. Unë, Dušan Maksimović, nga Banjska, e kam lutur prokurorin special që përfundimisht në fjalën përfundimtare të thot konkretisht çfarë kam bërë unë dhe çka më vihet në barë. Në këtë çështje ne nuk kemi marrë përgjigje. Me fat, për fat kemi pranuar përgjigje në lidhje me fotografit, për të cilat unë kam thënë se kur më parë nuk i kam parë ato fotografi. Normal se nuk i kam parë kur gjitha fotografit nga 2 telefona të cilat janë të regjistruar me emër të njëjtë, ashtu siç e tha edhe avokatja ime Jovana, SMA 127F, janë të përshkruara si kurse janë të mia. Do të tentoj, domethënë, që të mos e zbuloj domethënë hetimin dhe besoj që prokurori administrativ do të më fal. Vetëm do të them se ai e udhëheq lëndën në lidhje me barikadat nga muaji dhjetor 2022 dhe se të gjitha fotografit nga këtë akuzë në faqen 132 dhe 133 janë pjesë e asaj lëndë të tij. Mendimi im është se ju është dashur ta dini këtë gjë. Unë sot dua të falenderoj avokatën time Jovanën, e cila me prova e ka argumentuar se secila fjalë e imja në këtë proces është e vërtetë, as nuk kam gënyer asgjë, as nuk kam shehur asgjë, dhe as nuk kam kur lidhje me ngjarjen e datës 24 shtator që ka ndodhur në fshatin tim në Banjsk. Unë sinqerisht besoj dhe thellësisht shpresoj se falënderimi im i rallës do të drejtohet pikërisht juve, trupi i nderuar gjykues, pas shpalljes së gjykimit. Kaq, faleminderit. Unë vetëm e them se edhe telefoni i tij, i cili është me shenjë Samsung SMA 127F, i është përcjellur prokurorit Admir Shale rreth procedimit, kur të marrim kohën, periudhën kohore për cilën udhëhiqet ai procedurë dhe periudhën kohore kur ka ndodhur ngjarja në Banjsk, e shohim se nuk ekziston kurrë lidhje kauzale ndërmjet fotografive, të cilat janë në objekti kësaj akuse dhe veprës penale për të cilën gjykohet Dušani. Pra, uniforma nuk është e njëjtë, uniforma nuk është as e ngjashme, Dušani e ka sqaruar nga e ka marrë dhe si janë bërë, si janë fotografuar këto fotografi, shtyllat janë shtylla, nuk janë barikada, siç keni mundur ta shihni edhe ju, nuk ka pasur shifra apo kode për çka të qoftë. Fotografia e Milana Dojčićit nuk është fotografi nga kafeteria apo si një mik, por është fotografi të cilën telefoni e ka ruajtur automatikisht.
për të cilin ka pasur një konstatim të mirë në lidhje edhe me deklaratën e Dušanit në mbrojtjen e tij, pra kemi parë se për çfarë fotografi bëhet fjalë. Gjitha këto që Dušani aty ka shkruar apo folur kanë qenë të vërtetë vetëm bartje informacioneve të cilat ai ka ndëgjuar nga media. Asgjë më tepër nga kjo. Ndërsa, siç kemi mundur ta shohim, videoinqizimi nuk shihet asnjë polic, as ky inqizim, domethënë i cili është dërguar, ky videoinqizim nuk është dërguar kurfar grupe, por vetëm të dashurës së tij. Prandaj, juve, trup gjykues, ju lutem që vendimin ta merrni në përputhje me ligjin dhe me provat dhe në përputhje me atë se a ka ndonjë pretendim, domethënë sa i përket, domethënë çdo dyshimi të bazuar mirë, siç keni mundur të shohni, asnjë fakt dhe asnjë fjalë prokurorit special nuk është provuar dhe as nuk është mbështetur me prova. Dhe në këtë kuptim, gjykata si propozoi që të sjellë atë gjykim lirues në raport me të akuzuarin Dušanin. Faleminderit.